Një nga të kallëzuarit e sotëm është Agron Kaplanaj, ish drejtues i Bashkisë Mallakastër, ndërkohë i kallëzuari tjetër është Agron Malaj, ish drejtues i Bashkisë Mat, për cilin fakt sot është kallëzimi i tretë që ne bëjmë dhe për cilin me keqardhje konstatojmë që nga ana e Spakut, megjithatë mashtrimin e madh të task force-s, nuk është bërë asnjë veprim, pasi ashtu siç e kemi evidentuar, por dhe siç e paraqesim sot, të gjithë paratë që përfitohen nga taksat e qytetarëve shqiptar nëpërmjet tenderave të palishëm, nëpërmjet garave pa garë, nëpërmjet kalimit tek vëllezërit e tyre, te familjarët e tyre. Pra, skema 5D është ngritur në një institucion, është një skemë kriminale dhe shumë e dëmshme për interesat e çdo qytetari shqiptar, ndërkohë që kjo skemë abuzive në Bashkinë Mat shkon 44 milion euro, një pjesë e mirë e këtyre sot po përdoren për blerjen e votës.